Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar udhëheqësit aktual të Venezuelës se do të përballen me një çmim shumë të madh nëse nuk bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara pas operacionit ushtarak që çon në arrestimin e ish udhëheqësit Nicolas Maduro. Trump u shpreh se Washingtoni nuk do të tolerojë më me atë që i cilëson si autoritet dhe destabilizim në vendin e Amerikës së Jugut. Në deklaratat e tij, Trump paralajmëroi të drejt presidentin në detyrë të Venezuelës, Delcy Rodriguez, duke theksuar se edhe nëse ajo nuk bën atë që është e drejtë, pasojat për të mund të jenë dhe më të rënda se për Maduron. Rodriguez, e cila u emërua presidente në detyrë me 4 janar pas të vendimit të gjykatës së lartë dhe më herët ka qenë zëvendëse e Maduros, e cilësoi operacionin amerikan si shkelje të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe deklaroi se vendi i saj nuk do të jetë kurrë më sklever. Një ditë më parë, Trump përshëndeti publikisht operacionin ushtarak në Venezuelë, pa dhënë detaje konkrete, ndërsa një general i lartë amerikan konfirmoi se rreth 150 avion ushtarak ishin përfshirë në sulm pas muajsh përgatitje. Deklarata e presidentit amerikan shkaktuan reagime të forta ndërkombëtare, veçanërisht pasi ai tha se SBA-ja do të drejtojë përkohësisht Venezuelën deri në një tranzicion të sigurt dhe të matur. Ende mbetet e paqartë se çfarë nuk kupton konkretisht kjo deklaratë, pasi Trump tha vetëm se po caktonte antar të kabinetit të tij për të qenë përgjegjës për çështjet venezueliane, pa dhënë sqarime të mëtejshme. Edhe zyrtarët e lartë administratës amerikane, përfshirë sekretarin e shtetit Marco Rubio, nuk ofruan detaje kur e pyetën nga gazetarët me planin e Washingtonit. Ndërkohë, Delcy Rodriguez, e mbështetur nga ushtria venezueliane, fillimisht mbajti një qendrim sfidues duke i quajtur Maduron presidentin e vetëm legjitim dhe duke e cilësuar ndërhyrjen amerikane si një njollë të rëndë në marrëdhënie dypalçe. Megjithatë, pas sinjalizimeve nga Trump për një valë të dytë veprimesh ushtarake, Rodriguez zbuti tonet duke deklaruar në rrjetet sociale se Caracasi synoi një marrëdhënie të balancuar dhe të respektueshme me Washingtonin.